opozita dhe me smut cacit, me thonë jo po marrim, jo s'po marrim, jo propozojmë, jo s'po propozojmë. Ato që thash në fillim, thonë më jap mundësinë dhe LDK-s dhe PDK-s me propozu nga 2 kandidat, edhe më ju thonë hapun, unë do ta votoj që ato cilë mu pëlqet ma shumë. Nëse LDK-ja dënë me pas presidentin, le ta propozoj një që është sa më i pranueshëm për mua, nëse PDK-ja dënë me pas Megjithëse LDK-ja që është në fillim të zgjedhjeve, bëri të ditur se do shkojt me emrin e Vjosa Osmanit. Po, vetëm se, shiko, për mu zgjedh, domethënë duhen 2 kandidat me qenë. Edhe kur nëse LDK-ja pranon me dhon kandidatën e dytë, atëherë kandidatën e dytë e qëtë vetëvendosja, edhe fiton ai kandidati vetëvendosja. Që LDK do të detyrohet me qitë 2 kandidat për me fitu njëri pe tyne. Edhe nëse... Po besoni se do ishte e pranueshme Osmani dhe po që se LDK-ja do shkoj me 2 kandidat? Unë besoj që nëse qëtë LDK-ja Vjosën edhe këtë tjetër, dhe nëse Albini nuk ka në variant më të përshtatshme me PDK-n, atëherë zgjedh që ato tjetër e jo Vjosën. Tash varet, për shkak kanë mundet me ja propozue PDK-ja. Që ai për shkak njëherë delni thot publikisht që të ka 2 kandidat, i këshyrë nëse i konvenon kandidatit që e preferon për shtyrin e 4-ve është mesin e PDK-s, ja jep në nënshkrimet PDK-s për të 2 kandidatët, nëse është mesin e LDK-s, ja jep LDK-s. Po me votue, tani e voton që ato që ai donë. Kjo e mundëson numri i votave që ka. Tash edhe partitë opozitare, ma shumë se kaq nuk kanë shkalypin. Ai mundet me thonë për ja jep edhe gjysmën e qeverisë. Po me qenë se i ka numra tash, ai mas të zgjedh presidentin, mundet me thonë, po me ja shkarku krejt ministrat, edhe presidentin s'mundet me ja hjek, votë besim qeverisë nuk mundet me bo, edhe kështu që kjo nuk ka nej kur farë kuptimi, maksimum, në këto kushte, maksimum që mundet me marë opozita, është me marë presidentin. Dhe ato janë në garë LDK-ja dhe PDK-ja. Dhe, po, Nimani, besoni se kjo është skenari më i mirë ose më i mundshme? Unë mendoj se tash kjo fillon kjo postin e presidentit. Tash fillon kjo ngucakesja e Albinit, ka stilin ashtu të komunikimit, por unë mendoj që partitë opozitare duhet të kenë qartë që nuk mund të arrijnë marrëveshje individuale dhe me qëllim e ik këtyre